Territori i Kosovës për datën 25 prill do të karakterizohet nga moti qëndrueshëm, me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të lehta. Pasdite në disa zona malore pritet të ketë rreshje të dobëta lokale. Temperatura minimale do të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga verilindja me shpejtësi 5 deri në 10 metër për sekond. Në zona të izoluara mund të arrijë deri në 13 metër për sekond. Temperaturat për disa qytete të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 9 deri në 22 gradë Celsius, Podujev 9 deri në 21 gradë, Skënderaj 9 deri në 20 gradë Celsius, Pej 10 deri në 22 gradë, Prishtinë 9 deri në 23 gradë Celsius, Gjakov 10 deri në 22 gradë, Malishev 10 deri në 21 gradë, Gjilan 9 deri në 22 gradë, Ferizaj 9 deri në 22 gradë Celsius, Kaçanik 10 deri në 21 gradë Celsius, Suharek 10 deri në 21 gradë, Prizren 10 deri në 22 gradë Celsius.